Unë jam buka e jetës, thot Krishti. Kushdo që hanë këtë bukë, do të jetojnë për amshim. Nuk do të vdesin. Unë jam buka e dhurume për ty. Jam bëa i tillë për mu shkri mbrana të jetë. I cup bukë, e thjesht e vogël, por që ka aftësinë për me të majt, me të rujt, dhe ka aftësinë me të ngi, me të dhanë plotësinë, edhe me të premtu të vërtetën. Tana bukë tjera kanë atë efektin anësor. Ndoshta janë të pasigurta. Krishti është buka e gjallë e sigurt. Është buka që nuk të ban dam, është buka që nuk dëmton, është buka që të man, të mlea, të lidh. Kush ushqehet me Krishtin, i ban ballë të keqës. Kush ushqehet me të, qëndron i fortë përballë shkatrimit. Kush ushqehet me Krishtin, ka jetë, jeton, nuk vdes kurrë, nuk maron kurrë.